E-Albania 2.0 është platforma më e re, e cila do të mundësojë përdorim më të lehtë për qytetarët, përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuar. Lajmi është bërë me dije nga kryeministri Edi Rama, i cili e konsideron këtë platformë si një hap të ri në transformimin digjital të shërbimeve publike në vend, me një postim në rrjetin social Facebook, të cilin e shoqëron edhe me video ilustruese. Kryeministri deklaron se kjo platformë është ndërtuar me një teknologji të avancuar dhe me standarde moderne të performancës, me qëllim ofrimin e një eksperiencë më të shpejtë për qytetarët dhe bizneset. E-Albania 2.0, një hap i ri në transformimin digjital të shërbimeve publike në Shqipëri. Platforma e re vjen e ridizenjuar mbi një infrastrukturë tërësisht të modernizuar për të ofruar një eksperiencë më të shpejtë për qytetarët dhe bizneset. E ndërtuar me teknologji të avancuar dhe standarde moderne të platformës, E-Albania 2.0 është platforma që sjell një nivel të ri të aksesueshmërisë dhe gjithëpërfshirjeje, duke mundësuar përdorim më të lehtë edhe për personat me aftësi të kufizuar në funksion të një shërbimi publik, digjital, pa barriera dhe të barabartë për të gjithë, shkruan Rama në rrjetin social Facebook.